Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të analizuar dhe për të komentuar ngjarjet dhe debatet më të fundit, apo jashtë atyre. Adion Puka është djali nga Gjakova, i cili me vendimin e publikut në një televotim të hapur kok më kok mes Adionit edhe Mimozës, mbylli rrugtimin e tij në ferma VIP. Tani, le të bëjmë pak një retrospektiv. Në natën kur Adioni doli nga ferma, i pyetur në mënyrë tendencioze nga Arbana që po të kishte ndodhur edhe një herë, a do ta bëje të njëjtin rrugtim? Adioni pa problem tha të njëjtin rrugtim, që do me thënë do ta godisja Mozën, do të ofendoja Mozën dhe gjithçka më tej. Edhe pse Moza realisht u mërzit shumë për daljen e Adionit, kjo gjëja nuk është se në ato momente i vuri sy Adionit, por më pas deklarata e Olës që kamerat u fokusuan me njerë tek Adioni që unë e pash, do me thënë që ai u skuq në fytyrë, i erdhi shumë turp mënyra se si Ola u soll me Arbanën, që do me thënë është e patolerueshme, sido që tjetë, në fund të ditës është moderatore. Ndoshta tani kur Adioni ka ikur në Kosovë, kur është takuar me familjen, atë që unë e thash, që do me thënë familja do të flasin shumë me të, do t'ja tregojnë gabimin që e ka bërë, Adioni po bën një fushat për t'u rikthyer në ferma VIP. Do me thënë ai po pranon të gjitha tagat që vijnë nga fansat e tij, ose mund të jenë faqe të hapura nga vetë Adioni, i cili dëshiron që t'i jep edhe një shans vetes së tij për t'u rikthyer në fermë. Tani, unë në fakt do kisha dashur që ta shoh edhe një herë në fermë, sepse unë e kam thënë që ai djalë nuk e kishte atë kulturë sepse vinte nga një familje e mrekullueshme. Familja e tij tregua një mikpritje të jashtëzakonshme, do të thënë nuk janë gjakovarët ato. Por, në qoftë se Adioni do të kthehet në fermë dhe produksioni do t'ja jep këtë mundësinë, tani ju do thoni o Tiron, po si mund të bëhet? Po është bërë edhe në formate të tjera, që kanë nxjerrë fermer apo banor dhe i kanë kthyer përsëri. A do të kishte ndryshuar Adioni strategji mes Olës dhe Mozës? Unë mendoj që po. Sepse Adioni e ka kuptuar që nuk pëlqehet dhe nuk preferohet marrëdhënia e tyre jashtë. E ka kuptuar dhe qëndrimin e familjes, që në fakt familjarët e tij janë të prekur nga mesazhi i vllaut të Olës që dëshironte ta largon motrën e tij. E kanë kuptuar që normalisht për një prind nuk është e bukur që nusën e djalit ta shikon në atë lloj kulture që ishte Ola dhe me atë stil të ndenjurit të gangsteres. Dhe mendoj në qoftë se Adioni do kishte rihyrë përsëri në fermë, do të ishte krau më i fortë i Mimozës, ashtu siç ato të dy ishin në fillim. Dua të marr mendimin tuaj. Mendoni që do të rikthehet Adioni në fermë?